Binjakët. Dashuria. Për ju, binjak, nëntori e pikturon dashurinë me nuanca aq kurioze dhe të lehta sa gjethet e mbajtura nga era. Në marrëdhëniet e dashurisë për shenjën e binjakëve, komunikimi i sinqertë dhe i gjallë do të jetë çelësi. Nëse jeni në një lidhje, do të rizbuloni kënaqësinë e të folurit për orë të tëra me partnerin tuaj, duke ndarë ide, ëndra dhe madje edhe ato shqetësime të vogla që her pas here shfaqen. Një darkë në dritën e qirinjve mund të shndërrohet në një bisedë të thellë dhe argëtuese, duke forcuar lidhjen tuaj mendore dhe emocionale. Nëse jeni beqar, aftësitë tuaja të shkëlqyera të komunikimit do të jenë një magnet për njohje të reja. Mund të takoni dikë në një mjedis shoqëror të gjallë, ndoshta në një festë apo edhe në internet, ku një bisedë e rastësishme shndërrohet në një lidhje të vërtetë. Çfarë fjalësh nuk keni pasur ende guximin të shqiptoni në dashuri? Yjet ju inkurajojnë të shpreheni pa frikë se do të gjykoheni. Në dashuri, këshilla praktike për ju këtë muaj është të dëgjoni aq sa flisni, duke treguar vëmendje të vërtetë ndaj asaj që personi tjetër po ju thotë, do të ndërtoni një lidhje të bazuar në bashkëpunim dhe besim të ndërsjellë, të aftë të ngrohë zemrën në këto ditë të ftohta vjeshte. Shëndeti. Energjia juaj në nëntor është e gjallë, por mund të shpërndahet në 1000 drejtime nëse nuk jeni të kujdesshëm. Sekreti i mirëqenies për ju, binjak, qëndron në gjetjen e një qendre graviteti për mendjen dhe trupin tuaj. Mendja juaj është si një qiell i përshkuar nga re mendimesh që ndryshojnë me shpejtësi, interesante, por ndonjëherë lodhëse. Kjo është arsyeja pse është e dobishme të përfshini momente qetësie dhe pranie në rutinën tuaj. Mundohuni t'i kushtoni disa minuta në ditë ushtrimeve të frymëmarrjes ose meditimit të lehtë. Edhe nëse jeni gjithmonë në lëvizje, këto pushime do t'ju ndihmojnë të rimbushni bateritë tuaja mendore. Në nivelin fizik, keni nevojë për larmi për të shmangur mërzitjen, alternoni aktivitete të ndryshme, ndoshta yoga për fleksibilitet dhe një vrapim të lehtë ose një xhiro me biçikletë për të çliruar energjinë e grumbulluar. Kini kujdes nga shpërqendrimet, pengesat të vogla mund të ndodhin nëse jeni të humbur në mendime, prandaj përpiquni të jeni të pranishëm ndërsa kujdeseni për veten. Këshilla juaj shëndetësore është të ushqeni si trupin ashtu edhe mendjen, një dietë e larmishme dhe plot ngjyra, e kombinuar me momente të përditshme relaksimi mendor, do t'ju sjellë harmoni të brendshme. Duke u kujdesur për të gjitha aspektet tuaja, do ta përballoni muajin me lehtësi dhe vitalitet. Puna. Binjak, shkathësia juaj është asi juaj në punë. Këtë muaj mund të gjeni veten duke u marrë me shumë projekte njëkohësisht, por mendja juaj e shkathët mund të hidhet nga një detyrë në tjetrën me hirin e një fluture midis luleve. Suksesi profesional i binjakëve në nëntor do të varet nga aftësia juaj për të qëndruar i përqendruar në atë që ka vërtet rëndësi. Në fillim të muajit mund të ketë disa vonesa ose konfuzion në komunikimet në punë, për shembull, një email i rëndësishëm që përfundon në spam. Mos u shqetësoni, shpirti juaj i adaptueshëm do të kompensojë kohën e humbur. Përfitoni nga ato pushime të detyruara për të shqyrtuar detajet dhe për të gjetur zgjidhje krijuese. Apo e shfrytëzoni plotësisht potencialin tuaj krijues në punë? Kjo është pyetja që duhet t'i bëni vetes. Yjet sugjerojnë që të keni një ide në sirtar që meriton vëmendje. Nxirreni atë, diskutojeni me një koleg ose e prov të besuar, sepse mund të shndërrohet në një mundësi të mrekullueshme. Yjet sugjerojnë që të keni një ide në sirtar që meriton vëmendje. Nxirreni atë, diskutojeni me një koleg ose e prov të besuar, sepse mund të shndërrohet në një mundësi të mrekullueshme. Si një këshill praktike, organizoni ditët tuaja me një listë të qartë prioritetesh. Shënimi i detyrave të përfunduara do t'ju jap qartësi dhe kënaqësi. Dhe mos harroni të komunikoni qartë me ekipin tuaj. Një përmbledhje e shpejtë përmes mesazhit pas një takimi mund të shmangë keqkuptimet. Me inteligjencën tënde të shkëlqyer dhe një dozë disipline, do ta mbyllësh muajin me rezultate të shkëlqyera. Marrëdhëniet shoqërore dhe komunikimi. Këtë nëntor, jeta juaj shoqërore është një përzierje e gjallë zërash, të qeshurash dhe idesh të reja të përbashkëta. Marrëdhëniet shoqërore janë gjaku juaj i jetës, binjak, ju lulëzoni në shkëmbimet intelektuale dhe momentet e qeta me të tjerët. Gjatë kësaj kohe, mund të jeni duke zgjeruar rrethin tuaj të njohjeve pa e kuptuar fare. Ndoshta do të filloni një hobi ose kurs të ri dhe do të përfundoni duke u misuar me njerëz frymëzues që ndajnë kuriozitetin tuaj. Edhe miqësitë e gjata do të ringjallen. Shpesh jeni ju ai që sjell gjëra të reja, duke sugjeruar dalje në vende unike ose aktivitete të pazakonta që thyejnë rutinën.
Kini kujdes të mos premtoni të jeni aty kudo, nëse përpiqeni të mos humbisni asgjë, rrezikoni të mos e shijoni momentin. Është më mirë të zgjidhni me zemrën tuaj dhe të kushtoni kohë cilësore atyre që janë më afër jush. Dhurata juaj për të komunikuar lehtë do të vlerësohet nga të gjithë këtë muaj. Do të jeni miku që mund t'ju sjellë një buzëqeshje në fytyrë dhe të ofrojë këshilla të shkëlqyera kur është e nevojshme. Këshill: praktikoni dëgjimin aktiv. Përpiquni të kuptoni emocionet e njerëzve të tjerë përtej fjalëve dhe lidhjet tuaja do të bëhen më të thella dhe më autentike. Mbyll muajin me sukses. Fundi i nëntorit ju gjen të buzëqeshur dhe të pasuruar nga përvojat tuaja. Qëllimi juaj, binjak, është të mësoni të kanalizoni kuriozitetin tuaj të egzageruar në drejtime konstruktive, më pak shpërqendrime, më shumë prani. Ke eksploruar botë të reja, si të brendshme ashtu edhe të jashtme, dhe tani e di pak më mirë se çfarë të bën vërtet të ndihesh mirë. Vazhdoni përpara gjërat pozitive që keni zbuluar, qoftë një misi e re, një zakon i shëndetshëm apo një projekt emocionues, dhe lërini ato të lulëzojnë. Me një mendje të hapur dhe një zemër të lehtë, e përfundoni muajin duke hedhur themele premtuese për një të ardhme të ndritur. Besoni në vlerën e ideve tuaja dhe ngrohtësinë e lidhjeve që keni kultivuar. Dualiteti juaj është një thesar. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.